Skleroza multiple apo e shumëfisht është një sëmundje kronike që prek sistemin nervor qendror, përfshirë trurin dhe palcën kurrizore. Kjo sëmundje ndodh kur sistemi imunitar sulmon gabimisht mjelinën, shtresën mbrojtëse të nervave, duke shkaktuar probleme në komunikimin ndërmjet trurit dhe pjesëve të tjera të trupit. Kështu është shprehur neurologu Dr. Jetish Jetishi. Sot është dita ndërkombëtare e sklerozës multiple. Përndryshe, skleroza multiple është një sëmundje neurologjike autoimune, që do të thotë se organizmi e lufton pjesë e sistemit nervor, kryesisht mbështjellësin e fijeve nervore, mjelinën. Duke në këtë rast, duke dëmtuar atë pjesë, shkakton edhe ngesin e përcjelljes së impulsit nga truri, palca deri te pjesë tjera të trupit. Zakonisht e përfshin sistemin nervor qendror, domethënë trurin dhe palcën kurrizore. Simptomat e sklerozës së shumëfisht ndryshojnë nga personi në person. Disa nga simptomat më të zakonshme janë lodhja e vazhdueshme, mpirja e gjymtyrëve, dobësia muskulore, problemet me shikimin, vështirësitë në ecje dhe humbja e ekuilibrit. Në disa raste, pacientët mund të përballen edhe me probleme të kujtesës dhe përqendrimit. Shkaku i saktë i sëmundjes ende nuk dihet, por ekspertët besojnë se ndikojnë faktorët gjenetik, infeksionet virale dhe faktorët ambiental. Sëmundja diagnostikohet përmes rezonancës magnetike, analizave neurologjike dhe testeve laboratorike. Edhe pse nuk ekziston një kur përfundimtare për sklerozën multiple, trajtimet moderne ndihmojnë në kontrollimin e simptomave dhe ngandalësimin e përparimit të sëmundjes. Terapitë medikamentoze, fizioterapia dhe kujdesi vazhdueshëm mjekësor luajnë rol të rëndësishëm në përmirësimin e cilësisë së jetës së pacientëve. Mjekët rekomandojnë diagnostikim të hershëm, aktivitet fizik të moderuar, ushqim të shëndetshëm dhe mbështetje psikologjike për personat që jetojnë me këtë sëmundje kronike.